E nderuar zonja Strakosha, duke qenë se institucioni që ju drejtoni ka një rol thelbësor në garantimin e një administrate publike profesionale dhe të paanshme, do të doja të ndalesha tek aspekti i bashkëpunimit ndërinstitucional tuaj me institucionet e tjera. Dhe pyetja ime specifike është, cili është niveli i bashkëpunimit me avokatin e popullit dhe KLSH-n që ju e prekët pak më përpara në rastet që përfshin shkelje të drejtave të nënpunësve civil. Dhe pyetja e dytë, a ka ndonjë analizë për ndikimin që kanë patur vendimet e komisionerit në përmirësimin e menaxhimit të burimeve njerëzore në administrat? Faleminderit. Po, zonja Strakosha. Atëherë, niveli i bashkëpunimit të ndërinstitucional, ju thash me KLSH-n kemi prej shumë vitesh memorandum bashkëpunimi dhe problematikat që ne konstatojmë në lidhje me zbatimin e ligjit financiar, kur jemi në subjekt, ja drejtojmë atyre dhe në të kundërtën ato problematika që ata konstatojnë në rastet e shkeljes së ligjit për nëpunësit civil na e drejtojnë ne. Po kështu edhe me avokatin e popullit, ata na kërkojnë shumë informacione sepse dhe atyre u shkojnë ankesa, kemi korrespondencë, u kthejmë përgjigje, u çojmë vendimet tona në rastin kur e kemi shqyrtuar rastin. Në rastet kur nuk e kemi shqyrtuar, i kemi futur në hetim administrativ dhe mbas vendimarrjes kemi njoftuar avokatin e popullit. Kërkojnë dhe interpretime të ndryshme, pra kemi pas raste që avokati i popullit kërkon interpretime për një institut të caktuar të ligjit, kur ajo e ka konstatuar gjatë punës së saj. Pra kemi bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm. Faleminderit, zonja Strakosha. Edhe pyetja e dytë. Ndjes. Po. Ndikimi i vendimit të komisionerit. Ne shikojmë përmirësimin, pra problematikat që kemi hasur në fillime në institucionet janë reduktuar jashtëzakonisht. Dhe shikojmë edhe dëshirën e njësive të burimeve njerëzore për të nxjerrë akte konform ligjit, pasi paraprakisht kanë filluar dhe na pyesin. Kemi në monitorim të vazhdueshëm njësitë e qeverisjes vendore, sepse ato kanë qenë më problematik, inspektorët tanë kanë disa bashki në patronazh dhe janë pothuajse për ditë komunikojnë me ata. Pra ne, si të thuash, unifikojmë procedura duke dhënë udhëzime, duke dhënë edhe kopje, edhe akte drafte të caktuara, në mënyrë që të gjitha bashkit të kenë dhe zbatohen tërë procedurat, qoftë për emrimet, qoftë rektutimet, qoftë transferimet, apo dhe komisionet disiplinore që mund të kemë pas. Domethënë, shikojmë një angazhim total, ose vim fizikisht tek ne, drejtuesit e njësive, ose komunikojnë me email me inspektorët që i kanë në patronazh. Por i kemi vendosur me vite tani që kanë në mënyrë që ti paraprim shkeljeve. Problemi është të vëmë veprimtarin në baza ligjore, jo të ndëshkojmë. Po, faleminderit zonja Strakosha, zoti Strazimiri dhe i fundit zoti Blushi. Faleminderit zoti kryetar.